shohim së bashku se jemi në një udhkryq të ri. Paraqet sipas meje disa rreziqe, të cilat kërkojnë një kuptim të drejtë, një adresim të vendosur dhe një disiplinë të fortë nga ana jonë, sepse përndryshe Shqipëria rrezikon të bëjnë vend numëro. E vërteta është që ky nuk është një udhkryq dilemash strategjike apo raportesh të ndryshuara të forcave, po është një udhkryq mjegullash, botë kuptimore dhe erërash artificiale, që rrezikojnë të na mpinë, na çorodisin dhe të na ngatrojnë pastaj me këmbët tona. Dhe sot po sprovohet faktikisht aftësia jonë udhëheqëse, pjekuria politike dhe shoqërore, e para e familjes sonë politike, po dhe e krejt vendit, pikërisht kur duhet të ngjitemi ende më lart. Dhe kur tani më diferencën midis pikës ku jemi dhe pikës ku duam të rrinë e bën çdo detaj dhe e bën çdo ditë në mënyra se si ne e shfrytëzojmë ditën.